Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Është shumë e rëndësishme që njeriu të dëshmoj me vepër, me fjalë dhe me gjymtyr që i madhën shenjat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe madhrimi i fesë Allah dhe i dispozitave fetare është dëshmi se njeriu është i devotshëm. Allah i lartësuar thot: "Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Kështu pra, ai i cili e madhon dispozitat hynore, kjo është dëshmi dhe rrjedh nga devotshmëria e zemrës. Dëshmon se ai është i devotshëm dhe ky madhrim rrjedh nga zemra e devotshme që ai e posedon. Robert Allah subhanahu wa ta'ala na i ka bërë nga dispozitat të cilat muslimanët i njohin në këtë ditë madhështore dy. E para, namazi që ju e falt, dhe e dyta, flijimi. Derdhja e gjakut duke e sakrifikuar për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala në këtë ditë madhështore. Dhe këto dispozita me të cilat neve e madhrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala janë dispozita madhështore në të cilat kohë dhe për të cilat përmbajnë mesazh të madh. Allah i lartësuar i përmend këto dispozita dhe thot: "Fasalli li rabbika wanhar", dhe falu për Zotin tënd dhe flijo. Derdh gjakun për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe falja në kupton bindjen ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Ky ajet i ka dy kuptime. Kuptimi direkt është ajo që neve e praktikojmë tani. Falja e namazit bajramit. Falë namazin e bajramit. Wanhar, dhe derdh gjakun duke sakrifikuar kurbanin për Allahun subhanahu wa ta'ala pas faljes së namazit. Dhe ky është kuptimi direkt dhe kuptimi i parë në aspektin e fesë. Kurse kuptimi i dytë dhe më i gjerë është falu për Zotin tënd, në nshtroju Allahut subhanahu wa ta'ala në çdo vend dhe në çdo kohë. Wanhar, dhe sakrifiko dhe bën sakrificë të cilën Allah azza wa jalla pret prej teje në çdo vend dhe në çdo kohë për t'i pëlqyer Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë, ky ajet na mëson rëndësinë e të sakrifikuarit për hir të Allahut dhe të nënshtrimit ndaj Allahut xhalla shanu për të arritur kënaqësinë e tij. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kur ju shpall kjo sure siç transmeton Anas ibn Maliku, e bëri për të qeshin nga gëzimi. Kur Allah azza wa jalla ja shpalli profetit sallallahu alaihi wasallam këtë surën El-Kauthar që e mësojnë dhe e dinë edhe fëmijët tanë, thotë Enesi, ishim me profetin sallallahu alaihi wasallam të ulur një ditë dhe u kot profeti sallallahu alaihi wasallam, sikurse e zuri gjumi, i mbylli syt. Dhe kur i hapi syt buzqeshi atë shumë sa na çuditi. Neve i tham, çka të bërit që të buzqeshësh o i dërguari i Allahut? Profeti sallallahu alaihi wasallam në atë moment na tha: "Mu shpall mua një sure në të cilën Allah azza wa jall dhe ajo më bëri mua për të buzqeshur." Dhe ja ka lexuar sahabëve: "Inna a'tainaka al-Kauthar", me të vërtetë neve ta dham ty Kautherin. Kautheri është një lum nga të cilin burojnë krejt lumet e xhenetit dhe prej atij është bazendin nga të cilin do të ujiten pasi që do ta përjetojnë një ditë që zgjat 50.000 vite sa i numërojmë neve njerëzit. Besimtarët do të pinë nga ai Kauther dhe do ta shuajnë etjen për gjithmonë. Dhe ai Kauther prej tij rrjedh ai bazend i profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ja u lexon sahabëve këtë sure e cila e bëri për të gëzuar dhe për të buzëqesh." Dhe thotë: "Inna a'tainaka al-Kauthar", Allah ma shpalli mu këtë ajet, neve ta dham ty Kautherin. "Fasalli li rabbika wanhar", atëherë falu për Zotin tënd dhe bën flijim, derdh gjakun, bën kurban. "Inna shani'aka huwa al-abtar", me të vërtetë ai i cili të urren ty është pa ardhmëri o Muhammed. Ai i cili të urren ty nuk ka ardhmëri për ta. Profeti sallallahu alaihi wasallam ju drejtu sahabëve pastaj dhe ju tha: "A dini ju vallë çka është Kautheri? A dini çka është Kautheri?" Ata i thanë: "Allah dhe i dërguari i tij e din më mirë." Tha: "Është Kautheri një hajër i madh
një hajri madh, një lumë që Allah do të ma jep mu, dhe është një bazen, një hajri madh drejt të cilit do të drejtohen umeti im pastaj. Ditën e gjykimit, pasi që ta përjetojnë gjykimin, atë ditë e cila zgjat sa 50.000 vite që neve i numrojmë tani, pasi që ta përjetojnë atetje, pa pirë, pa ngrën, dhe pa hije, dile afrohet prej kokave të njerëzve, atëherë të etur, i afrohen Keutherit dhe pinë umetin me profetit sallallahu alaihi wasallam. Thot dhe disa njerëz afrohen dhe mundon të pinë dhe me laçe t'i largojnë ata. Dhe unë thëmë, umeti im, pse po i largëni? Profeti s.a.s. në atë moment, me laqët, i thuhet profeti s.a.s. në atë moment, këta nuk jenë prej teje, nuk jenë prej umetit tënë, nuk e din se çfarë risie kanë sjell pas teje. Dhe me një rivajet, nuk e din se çfarë ndryshime kanë bo, kanë ndryshu këta, nuk kanë qëndru besnik në atë në të cilën ti ke lonë. Atëherë profeti s.a.s. thot, largëni ata të cilët ndryshuan dhe nuk qëndruan besnik ndaj asaj në të cilën neve i lam. Largëni ata, largëni. Robert të Allahut, ky hadith i cili e komenton apo na bjen informat se në çfarë momenti nxdohen, çfarë rrethona ju shpall kjo sure pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili fillon me përgëzim dhe buzëqeshjen e profetit sallallahu alajhi wasallam. Ky hadith përfundon me një mesazh i cili është i trishtueshëm dhe i frigueshëm, i cili është largimi nga Keuther, në largimi nga bazendi profetit sallallahu alajhi wasallam në ditë madhështore ku nderohen besimtarët duke pirë prej atij bazendi dhe duke shuajtur ecjen e tyre për gjithmonë para se me hyrë në xhenet. Atëherë neve kuptojmë pse u larguan ata njerëz nga Keutheri, se Allah azza wa jall në këtë sure na shpjegon se çysh me pina prej Keutherit. Me pi prej Keutherit duke ju bind Allah azza wa jall, duke bërë namaz dhe duke u nënshtuar urdhave të Allahut dhe duke bërë sakrificë për mi pëlqy Allah azza wa jall. Ashtu pim prej Keutherit, profetit sallallahu alaihi wasallam, që do t'i jepet profetit sallallahu alaihi wasallam. Duke ju bind dhe ju nënshtruar Allah dhe në kohë nënshtrimit, kryerja e namazit, kryerja obligimeve fetare, dhe duke bërë sakrificë, duke qenë gjendje me sakrifiku për Allahun azza wa jall, mi sakrifiku dëshirat tona, nëse dëshirat tona na thrasin për me bë veprat ndaluara të mosbindjes, neve i sakrifikojmë ato dhe e derdhmë gjakin e dëshirës, ashtu siç e derdhmë gjakin e kurbanit. As po e sheni që ky kurban që na ka mbet tradit prej Ibrahimit alayhis salam dhe sheriati Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prej karrje ngarrje rrjedh prej sakrificës, kur Allah azza wa jalla sfidoi Ibrahimin dhe kërkoi që ta sakrifikoj fëmijën e vet. Ai ke gjendje fëmijën me sakrifiku për mi pëlqy Allah azza wa jalla. Dhe Allah e zaventoi fëmijën me kurban. Ti nuk je në gjendje mi sakrifiku epshet, dëshirat tua, kur ato thrasin për haram i cili do të dëmtoj ty herët apo vonë. Sakrifiko vllai dashur, sa s'është bë vonë. Allah azza wa jall e përmend Ibrahimin alayhis salam dhe thot se ajo me cilën është bë dallimi i tij dhe Ibrahimi do të jetë nga të mirët në botën tjetër, do të jetë me një pozitë lartë. Allah thot, idh qala lahu rabbuhu aslim, kur Zoti i tij tha nënshtro, qala aslamtu li rabbil alamin. Ai tha unë nënshtrohem Allahut Zotit botrave. Atëherë ti pse vanosh? Nënshtroju Allahut. Bindju Allahut dhe sakrifiko dëshirat tua për me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, dhe në këtë mënyrë ka dhënë Allah azza wa jall myshde inna a'tainaka al-kauthar. Me të vërtetë neve ta kemi dhënë ty Keutherin. Profeti sallallahu alaihi wasallam dhe atyre të cilët janë të bindur dhe realizojnë kuptimin kësaj sure nga ummeti i tij sallallahu alaihi wasallam.